Selamu alaikum rahmetullah. Allah është të blevë të hoqë. Një vllai joni Allah e rrujt i ka dërgu dy pyetje. Pyetja parë, a janë bidat të fare 20 rekate travi, apo lejohet edhe 20 edhe 8 e nuk ka problem. E dyta, kur bëm shpagimin e betimit dhe ushqejmë 10 të varfër, a lejohet të ushqejmë edhe 2 ose 3 fëmijët tonë, pra të personit që bën shpagim nëse janë nevojtar, Allah është të blevë. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Çështja e namazit të travive është çështje e specifikuar në Sahihun e Imam Buhariut. Në transmetimin e Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur as në Ramazan, as jashtë Ramazanit nuk ka fal ma shumë se sa 8 rekate. Dhe kjo është e qartë në Sahihun e Imam Buhariut. Kurse ata të cilët i falin 20 rekate, i mbështesin në transmetimin e Umar ibn Khattabit, i cili kur i ka bashkuar muslimanët në Medinë me i falë taravijat së bashku për shkak se muslimanët falin secili vetë vetë, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte falë 2 herë ose 3 herë namazin e taravive me xhamat. Pastaj kishte ndërprer. Dhe ndërprerjen e kishte bë nga frika mos me u bë obligim për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam namazit taravive. Dhe kur bëhet obligim namazit taravive, do të ishte e vështirë për muslimanët. Dhe kanë ndërprer. Dhe nuk i ka falë më asnjëherë pejgamberi sa me xhamat, derisa ka vdekur. Pastaj ka ardhur Abu Bekri xhalife afër 2 viteve. Dhe muslimanët kanë vazhduar me i falë ka 8 rekate gjithmonë në shtëpiat e veta. Derisa në kohën e Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, një herë, një natëve, Umar ibn Khattabi ka bashkuar muslimanët me i falë taravijat në xhami me imam. Dhe hadithi është i saktë. Dhe sahabët kërkush nuk e kanë kundërshtuar Omerin pse ka bashkuar njerëzit me i falë taravijat me imam. Por shtesa se ata i falnin 20 rekate është rrend, nuk është e saktë. Nuk e kanë bërë këta në kohën e Umar ibn Khattabit, nuk e ka bërë këta Umar ibn Khattabit. Atëre, ajo që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithi është Sahih e Imam Buhariut, është më fort edhe po ta kishte bërë Umar ibn Khattabi me 20, por nuk e ka bërë, se hadithi është i dobët. Pjesa që i ka falë 20 nuk është e saktë. Atëherë thënë se taravijat e sakta janë vetëm 8 rekate. A është bidat me i falë 20 rekate? Nëse përcaktohet numri se taravija duhet më falë 20 rekate është bidat. Nëse përcaktohet numri se taravija duhet më falë 20 rekate është bidat, për shkak se përcaktimi i numrit përveç 8 nuk ekziston në hadithet sakta. Kurse për formave me të cilat nifet bidati është forma, numri, koha dhe vendi. Forma i ibadetit, nëse nuk është në përputhje me formën që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është bidat. Vendi, nëse ibadeti është i lidhur me një vend të saktuar, sikur që është haxhi, ose xhamia në cilat është namazi më i vlefshëm, nëse bën dikush një vend tjetër edhe në filon vendin është më fal, sikur që më fal xhami është bidat. Koha, nëse koha është e përcaktuar sipas sunetit, kush e përcakton një kohë tjetër për me fal, për me bëj ibadetin çat kohë, por veç kohës që ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është bidat. Edhe numri, përcaktimi i numrit, nëse është ndryshe me atë që ka përcaktuar pejgamberi sallallahu është bidat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka përcaktuar namazin në 8, dhe për këtë hadithi është në Sahihun e Imam Buhariut. Kushdo që e përcakton se taravija duhet jo 8, por 20, kush të ka dhënë ti që numër?
Ky është bidati. Kurse nëse bën ty pa përcaktuara, nuk është bidat. Nëse bën ty pa përcaktuara, për shkak se për sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me i fal 8 rekate taravia për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka fal më shumë se sa 8. Por nëse është fjala nëpërmjet namazeve vullnetare, pastaj janë të papërcaktuara, s'ka numër. Po do dikush më fal më shumë natën, në të falet. Sa do më fal? 10 sonte, 20 nesër, 30 mas nesër, 50 mas nesër, të papërcaktuara në numër. Nëse mesin të papërcaktuara në numër, nuk është bidat. Për shkak se është namaz vullnetar i lirë. Dhe namazet vullnetare nuk kanë kufizim që zbon me i fal më shumë se që kaq. Por përcaktimi pastaj se duhet që kaq, këtu është bidati. Namazi i taravive, nëse falet më shumë se sa 8 rekate, del pe sunetit. Nuk është qështu sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse falen më shumë se sa 8, sa do që falen, 20, 30, 40, 50, 100, nuk është bidat. Por me përcaktu pastaj një numër me qitë që të numër, se numërin nuk e qitë kërkush pa, nuk guzon, nuk ka drejt, me qitë e dikush pa argument. Ata thënë, për që qitë imam Shafiu, që qitë e këtu në zetë, po tamam se ne po kallëzojmë që transmetimi hadithi është i dobet dhe i lejtë i transmetimit të gjithë marror. Dhe thënë se përcaktimi të taravia në 8 rekate është sunet, përcaktimi në numër tjetër, çfarë do numër është bidat, kurse shtuesa për një tjetë në të popërcaktuara, nuk është bidat. Çështja e dytë është çështja e ushqimit për të varfërit, dhe nëse ai që ushqim të varfërit jep edhe fëmijëve vetë që janë të varfër. Parimisht nuk duhet më dhon fëmijëve vetë, parimisht, për shkak se në hadithin e saktë ka njëri ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë o dërguari i Allahut, unë e kam prishur xhirimin. Çka më detyrohet mu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se e ka prish pa arsye, ka thonë detyrohesh me agjërua 60 ditë plus 1 ditë. E Rasulullah, unë në ditë smuta me agjërua, ku më agjëru 60. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bolesim. Ka thonë atëre, ushqej të varfrit. Ai e ka thonë dërguari i Allahut, s'kam. Më shkam ushqy, s'kam, po ka ro. Një sahabi tjetër ja ka dhënë të hurme, ka thënë merri që të hurme, edhe ushqej të varfrit me çdo që bëjmë, po t'i jap. Kur ka marrë hurme dorë, o dërguari i Allahut, po ti më shumë se kanë nevojë fëmijët e mi. Kërkush ka nevojë tjetër, apo sa më hajt që nga fëmijët tu. Thonë që është ngjarja. A themi se parimisht, domethënë duhet me ushqye fukarat e tjerë. Por, nëse vërtet fëmijët e vet kanë nevojë, më shumë se fukarat e tjerë, do të ushqij fëmijët e vet. Edhe me llogarit çet kompenzim të fëmijët e vet, inshallah. Por këto nuk e them se ai që ka me shpaguar me të fëmijëve vet, se kjo nuk është rregulli. Rregulli bazë është kush ka obligim me shpije agjërimin, do të më dhënë fukarave. Por në rast se fëmijët e vet janë fukara ose më fukarase, ata të cilët ka me ushqye, atëra lejohet inshallah me dhënë fëmijëve vet, wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.